Nxjerr nga fyti dhe mushkërit gëlbazën, receta natyrale që ju bën të merrni frymë më lehtë. Të gjithë e dimë se pirja e duhanit më së pari shkakton dëmtime të mëdha të mushkërive. Pirja e duhanit është ndër shkaqet kryesore të problemeve të rënda të shëndetit të frymëmarrjes. Pirja e duhanit gjithashtu shkakton probleme të tjera siç është bronkiti dhe astma. Disa ekspert mjekësor kanë sugjeruar se një person që konsumon duhan më shumë se 5 vite duhet patjetër të pijë më shumë lëngje. Kjo pije e mrekullueshme ju ndihmon të pastroni mushkëritë dhe të përmirësoni punën e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit që u duhen janë 2 lugë të vogla turmenik, një rrënjë e vogël xhenxhefil, 1 litër ujë dhe 400 gram hudhra të ndara në copa të vogla dhe 400 gram sheqer. Përgatitja. Së pari duhet të ngrohni ujin dhe të shtoni sheqerin. Pasi të jetë shkrirë sheqeri, shtoni përbërësit e tjerë dhe e përzjeni për 5 minuta. Më pas e lini lëngun të ftohtë dhe e lini të qëndrojë në temperaturë të dhomës. Ju duhet të pini 2 lugë gjedhe nga ky lëng. Koha e dur është në mëngjes me stomakun bosh në mënyrë që të merrni përfitimet efikase të tyre dhe të lehtësoni gjithashtu edhe procesin tuaj të frymëmarrjes. Përkujdesi për mushkëritë është habi më i rëndësishëm që mund të ndërmerrni për shëndetin e tyre. Në këtë video, sipas Healthy Side, do të rendësim disa nga përfituesit më të mirë që përmirësojnë kapacitetin e frymëmarrjes dhe gjithashtu mbajnë larg komplikacionet e tyre. Për një frymëmarrje më të lehtë dhe më të shëndetshme, në dietën tuaj duhet të shtoni çajin jeshil. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil, kjo përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo ndihmon edhe në pastrimin e organizmit dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kështu do të përmirësoni punën e mushkërive dhe do ta keni më të lehtë frymëmarrjen gjatë vështirësive. Në dietën tuaj gjithashtu mundet të shtoni edhe lëngun e limonit. Sipas të dhënave, përdorimi i lëngut të limonit në dietën tuaj do të jetë një mburojë e shkëlqyer për shëndetin dhe kapacitetin e mushkërive. Lëngu i limonit është i pasur me shumë ushqyes antioksidant, gjithashtu edhe me acid folik, i cili mund të ofrojë një lehtësim më të mirë të shëndetit tuaj, sidomos edhe kundër këtyre problemeve mund të përdorni lëngun e boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e mushkërive. Karrotat janë të pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson dhe eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ndër ushqimet më të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive, gjithashtu edhe të frymëmarrjes. Shumë persona jetojnë jetën e tyre me mushkëri të shëndetshme, por më pas ata pengohen nga problemet e frymëmarrjes, ndërsa ka dhe ata të tjerët të cilët mund të jenë edhe më shumë problematik me shëndetin e tyre. Para se të shmangni çdo lloj ushqimi me origjinë shtatëzore përpara se të filloni të pastroni ato për të paktën 2 ditë. Produktet me origjinë shtatëzore mund të ndërhyjnë në procesin e detoksifikimit duke qenë se ato asimilohen nga trupi shumë më ngadalë. Trupi ka nevojë të lirohet nga toksinat e krijuar edhe nga ushqimet me origjinë shtatëzore, të cilat mund të fillojnë të pastrojnë mushkëritë. Pini një filxhan çaj laksativ bimor përpara se të shkoni për të fjetur ditën e parë të dietës suaj. Kjo i liron zorrët tuaja nga toksinat dhe mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e kapacitetit të mushkërive. Mushkëritë nuk duhet të mbingarkohen për shkak të ndonjë pengese që mund të çojë në pjesë të tjera të trupit në faza të ndryshme. Shtrydhni 2 limona dhe shtoni lëngun e tyre në 300 ml ujë. Kjo përzierje duhet të pihet para ngrënies në mëngjes.
Kjo do ju ndihmojë të tresni ushqimin për të rigjeneruar gjithashtu edhe kapacitetin e mushkërive. Pini 300 ml lëng citroje pas dite. Nëse nuk ju pëlqen era e lëngut, mund të haulloni atë në një shishe me ujë dhe ta zëvendësoni me lëngun e ananasit. Këto lëngje përmbajnë antioksidant natyral që ndihmojnë në mbrojtjen e një sistemi të shëndetshëm të frymëmarrjes. Pini 300 ml lëng të pastër karrote midis mëngjesit dhe drekës, e cila do t'japë rezultate fantastike për kapacitetin tuaj të mushkërive, citon Elthisaj. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie do t'jetë një mundësi e çmuar për kapacitetin tuaj të mushkërive. Ju duhet të pini të paktën 400 ml lëng frutash të pasur me kalium, sidomos edhe përpara se të konsumoni darkën. Kaliumi është një substancë e fuqishme që vepron si një tonifikues në pastrim, por nëse merret në formën e lëngshme, ju mund të shtrydhni karrotat, selinon, spinaqin dhe majdanozin. Dhe ky lëng jo vetëm që është i mirë, por do të ndihmojë gjithashtu edhe në ndryshimin rrënjësor të jetës suaj. Pini 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo ndihmon për të luftuar bakteriet të cilat gjenden në mushkëri dhe mund të shkaktojnë infeksione. Boronica është një antioksidant i fuqishëm. Gjithashtu është e rëndësishme të lehtësoni komplikacionet e trupit tuaj dhe përmirësoni performancën atletike dhe të merreni me ushtrime fizike. Kështu do të përmirësoni kapacitetin e mushkërive dhe mbi të gjitha do të lehtësoni edhe ndrydhjen e tij të fortë. Bëni një banjë të nxehtë për 20 minuta të paktën 3 herë në javë. Është e rëndësishme sepse i lejon trupit të nxjerrë toksinat nëpërmjet lëkurës dhe djersitjes dhe të përmirësojë kështu edhe kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Përdorimi i kësaj teknike në mënyrë të njëpasnjëshme në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu është e rëndësishme të paktën një herë në ditë të bëni ecje të shpejta. Ecjet e shpejta vendosin kapacitetin e mushkërive në punë. Kur ecni, përshpejtohet vëmendja juaj drejt frymëmarrjes, e cila mund të bëhet e lehtë gjithashtu edhe më e plotë. Dhe kjo do ju ndihmojë edhe në lehtësimin e komplikacioneve, citon Elthisaj. Bëni avull. Hidhni në një enë me ujë të nxehtë 5 ose 10 pika nga vaji juaj esencial i eukaliptit dhe merrni frymën me një peshqir mbi kokë sipër tenxheres derisa uji të ftohet. Vetët e mira të vajit të eukaliptit do të çlirojnë mushkëritë nga myku dhe do të përmirësojnë gjithashtu kapacitetin e tyre. Ndërkaq mund të bëni disa gjëra nga këto që mund të përmirësoni ose të ngadalësoni komplikacionet e mushkërive. Nuk ishte rastësi që të praktikoni të gjitha këto lëngje dhe metoda për të përmirësuar shëndetin e tyre. Ka 3 shtylla kryesore të cilat duhet të mbështeteni për përmirësimin e kapacitetit të mushkërive. Mos pini duhan, mos pini kafe dhe këshillohuni vazhdimisht me mjekun tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni kapacitetin e mushkërive dhe të përmirësoni gjithashtu punën e tyre. Gjithashtu uji është një nga elementet më të mirë ushqyes për dietën tuaj. Uji është i pari në listë sepse ai hidraton organizmin plotësisht. Sa më të dehidratuar atje në mushkërit, aq më i lartë është niveli i eritimeve të tyre. Për më tepër në çdo gotë me ujë do të merrni më shumë oksigjen të nevojshëm. Përdorni në dietën tuaj frutat e pyllit. Shëndeti i mushkërive është i lidhur fort me praninë e toksinave. Frutat e pyllit janë perfekte për pastrimin e mushkërive nga toksinat. Boronica, rrushi, luleshtrydhet kanë më pak antioksidant që ofrojnë mbrojtje kundër komplikacioneve, përfshirë këtu edhe ato të mushkërive. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni mollët. Mollët përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore për funksionin e duhur të mushkërive. Bëhet fjala për vitaminën C, prania e të cilës ule rrezikun e problemeve të mushkërive dhe për më tepër mbron atë edhe nga komplikacionet. Shega gjithashtu është një tjetër produkt i rëndësishëm për kapacitetin e mushkërive. Nëse gjendja juaj është kritike, duhet të paraqiteni tek mjeku për një trajtim dhe një konsult më të specializuar. Dhe ndjekja e këtyre metodave në përditshmërinë tuaj do të jetë një plus i cili do ju ndihmojë në kapacitetin më të fortë të shëndetit të mushkërive. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.